Nëse ha 9 ara çdo ditë, atëherë ndodh një diçka shumë interesante me hormonet e tua dhe ti nuk e dije. Tani është bërë një studim dhe është parë që personat që konsumojnë 9 ara për 16 javë kanë përmirësim shumë të lartë të hormonit adiponektin. Ky hormon prodhohet nga qelizat yndyrore vetë dhe ndihmon në dy gjëra shumë specifike, sidomos personat që duan të humbin peshë. E para është nxit trupin që të djegë dhjamin dhe yndyrën për energji, pra do humbësh peshë dhe do djegësh dhjam. Dhe e dyta, ndihmon në përmirësimin dhe rregullon hormonin e insulinës. Pra insulina punon më mirë. Në momentin që ti konsumon karbohidrate ose sheqerna, ato do përpunohen më mirë dhe nuk do ruhen si masë dhjamore. Dy elementë shumë të rëndësishëm që ty të ndikojnë drejt për drejt në humbjen e peshës dhe humbjen e masës dhjamore. Që mjafton 9 kokra çdo ditë për të parë këto benefite, sepse shpesh herë humbja e peshës dhe shëndeti varet nga ushqimet natyrale. Tani ti komento sa ara konsumon çdo ditë.